Eragovic, Milenkovic, Pavlovic, Maksimovic, Gudej, Terzic, Zivkovic, si që edhe ta shpjegova, portieri me 3 në linjën e mbrojtjes. Ka që e mes fushës, dhe 2 lojtarët që janë në linjat ndërmjetme, që luajnë në gjysmë hapësira. Do t'jetë edhe Tadic. Tadic luaj nga linja e majta. Kjo është logjika ime, që duke pas parasysh që Tadic është një lojtar që luajnë gjatë gjithë kohës. Po, s'ka je. Gjatë gjithë kohës. Ecim, sepse i thamë. Gjatë gjithë kohës në linjat anësore dhe kanë më superioritet në linjat anësore, duhet 2 lojtarë para mbrojtjes tonë, si që është Ramadani dhe Aslani. Po zhumë sa 3, më mirë që ti mi blinë fare. Edhe njerë. Këtë akord me rombin e zhupës ti, zotëri. Me rombë me 2 ekrane. Mbyllët ajo më qëndër. Edhe njerë, nuk jam dakord sepse... O tani, ajo si vendose fillimtare, pasaj fillon e ka në të logjik që të kuptojmë edhe për teleshikuesit. Serbia është më e fort linjat anësore dhe ne duhet bëjmë anë të fort markimit. Me 5 do tali aty pastaj. Po si do dalësh me 4 mesfushor të njëjtit të cilësi, siç thua ti, Laçi, Ramadani, Aslani, edhe si janë kreativ, janë vetëm defensiv. Po si mund të shkosh në krah? Si do shkojmë në krah? Me këtë do shkosh në krah. Dakord me mendimet kanë gjithë me radhë. Mister Aliu, që me ndonë ti për këto formacionet? Kush do luaj? Kush është më... Me pare punës, 80% e formacionit është e salduar. Si e salduar? E salduar, ma se dihen emrat që do luajnë 80% pozicionave. Me elektroda apo me oksigen? Me qëfar dush ti? Me botox, për shemë. Si botox? Po, të plotëson botox. Edhe... Problemi qëndron që të analizosh një mënyrë loje se si do luash ti duhet kesh parasysh se si luan kundërshtari. Ajo është tabelë që kanë vënë notat. Ju me takoj lej notat, që koj lojtarët, paka shumë që të kujtojnë që lojtarët. Lojtarët dhe Tadic që nuk është. Problemi qëndron që mënyra e lojës si aplikon lojën, se vendosja është qasja fillestare. Ikin ande majtas me Tadic e krosojnë në fort dytë në ajer. Është me 3 sulmus aty, po ta kuptosh tamam, atë që thot Iliri. Altin. E kam parasysh lojën e Tadicit, se si lunë Tadic, e Tadic është lojtar që e merë topin me shpin nga porta, vetën ansore nga krau majt, pasaj futet nga qëndra. Nuk është lojtar që të vrapon dhe të merë fundoren për të hetë pasin final, ta marrësh nga via fundore e jotja. Është ekip që zbret gradualisht. Po prandaj se kam bën këtë sepse kjo është loja, po këtë nesër s'është grumullu. Dakord. Kjo, aty është loja e... Ti do ndërtosh lojën tënde mbi basën... Ata e kanë lojën të Tadic, po këtë një avantazh është që s'është grumullu këtë ndeshje. Pak qarën si e ka, ata do lujnë. Po. Vjen Tadic, nuk vjen Tadic, do që doja ata do lujnë, ndeshja do bëhet. Po pra, diskutohet e më. Serbia ka një shkollë futbolli. Ka një model të luajti, ka diçka të trashëguar, më korrigjon nëse jam gabim. Dhe mënyra e të luajturit e shkollës jugoslave apo sërbet i themi të futbollit është ka pas nota braziliane shumë futbolli. Një mënyrë e lexueshme loje nga ne, sepse ne e njohim se si luan Serbia. Kjo do vendos shumë pika mbi formacionin tonë dhe mënyrën tonë të rreshtimi. Se nuk jemi ne ata që do e dominojmë fushën, do imponojmë lojën tonë. Kisha dhe një intervist, ishte njëri Partizanit. Nuk jemi ne ata që do dominojmë qarkullimin. Shqiptarët mund t'jenë më të shpejtë se ne në fushën e lojës, kanë karakteristika. Kjo me mund, kjo pa mund. Po bjërë me të akord me tani, kur ma ndërpret mendimin se qafa... Po ju më sa për ndërpresur mendimin, unë ta ushqi mendimin. Edhe me idera tjera dhe që mendojnë ata, ta ushqi. Me qafa i shtrajnjeri Partizanit. Pse? Po se s'mëm punë. Po bjërë më të hynë neve, sepse jeni media. Bëj analizën time, më zote. Po kur më pyet... A ketë njëti mendim, thash, prandaj? Me ato të Partizanit, jo. Se ka mendimin tim, s'ka si ta kemi të dy isaj. Në rregull. Edhe, ne nuk jemi ekipi që do dominojmë fushën e futbollit. Do dominojmë lojën me qarkullimin e topit, do marrim metra gradualisht, jo, nuk jemi ne. Ekipi sërb e ka më të zhvilluar kulturën e qarkullimit topit. Asaj nuk i dihet që të bësh
lojën që të qargullosh të mash ti Po si topin të në fitojnë kontroll. ndeshjen nëse ne Që nuk. të mash topin ti në kontroll nuk duhet të kesh 4-4-us në fush ti, specialist futbolli që më fut 4-4-us. Nuk është Më fut 4-4-us. Astani është edhe fantazist. Astani është fantazist. Sigurisht, pasi të luaj mas 2 pykave, kur e ke pa? Astani e lut topin lojtar. Patjetër, Veti do të kundërshtoj fort sepse vetëm për një logjik, më falni ti. Vetëm për një logjik, kur ekipi mos luaj Sheu, po luaj tjetër, më aty më luaj Bajrami, për sistemin. Kur ka luajtur me 4-3-1-2 trajneri jon kombëtar. Mund lozi të ndeshje, Asnjëherë. Atëherë si mund të luaj sot? Po mund lozi të ndeshje. Po absolutisht Po jo. pse më bazë Nuk bëjmë prova me Serbin. Me tre lozi me Andorë. Me tre lozi. Ja dy çik me Mehmetin, po Mehmet. 4-3-3. 4-3-3. Po pra, po ashtu dele 4-3-3, po ta lexot. Ajo si vendosi Sistemi vendimi. Roma thot Zhuba, sistemi Jo, Roma. nuk del sistemi tre me dele. 4-3-3 pa winger. Si pa winger ma. Pa winger, më kush do të mendoj luaj që- winger? Mos lozi ai. Kush do të luaj winger? Ramadani apo Pa një minutë se nuk tham që do lozi fiks ashtu. Asanin, Hoxhën, Brojen në sulm. Jo, Këdo di këdo? Hoxha, Asani, Broja. Jo, mund lozi dhe Muçi. Do Hoxha në fushën e lojës, ha? Plak Hoxha. Shiko si Arbër është. Mund lozi dhe Edhe Asani Muçi. nga ana tjetër. Altin, Dhe Brojën e do sipër. sistemi e ndihmon që mund të jetë Muçi në atë pozicion dhe Aslani të riqet më mbrapa. Dhe po u fut Muçi në atë lloj sistemi me Brojën që e njeh shumë i lojën se kanë lozur që nga unë 19-ta me pasin e fundit. Më kanë thënë është fantastik për Më kanë thënë sa specialistë më ka thënë Bashkim Tufa. Si nuk provoj njërë, besoj Bashkimi ka vite eksperiencë gazetari, si nuk provoj njërë Muçi Broja. Do mund ta jetë provoj dyshja, të po se ka provu më të u bëm 5 vjet. mundi. Si se provoj njërë, thot, ata bëjnë dyshjen më të bukur të lojës sulmuese, Muçi Broja. Nuk luajmë dot me dy sulmues. Tani Muçi luan sora, Altin, Muçi ta çojmë brapa. S'ka Po lidhje. me Andorën më zëmë, jo me Serbinë. Një sekond, për të ndeshje mund të jetë dhe ajo që thot tani. Jam dakord ke pjesa ofensive. Por ka dhe diçka tjetër. Që nëse bëhet një ndryshim, mund të dalë Sheu dhe të futet Ramadani në atë pozicion. Ne duhet losim patjetër me një lojtar para mbrojtjes për mbulimin dhe për zhvillimin e zonave. Dhe mund dalë Ramadani aty dhe Muçi do jetë në pozicionin e playmakerit përpara në ato vendosjen me Rom që mund të afrohet, që të shërbej qoftë Manej, të shërbej qoftë Brojës. Dhe në qoftë se lozim me këtë mënyrë loje, ne mendoj që do fitojmë lojën. Se po pasaj nuk kemi më zgjidhje tjetër. Po e prishëm Rombin pasaj. Po vjen pa dakord tani, po e prishëm po. Le të lozim si me check-in. Pa. Si me check-in që Do kemi lu përshtatet në... ndeshja me Serbinë. Si kemi loz me check-in këtu, me atë formacion, të gjithë i ka në grup, asë një Po dakun, se futën fushën e lojës, dakun. Atëherë do lëm Broja. Pse se fut kush Dakun, po patjetër, e edhe ju, dakun, ju specialistë, dakun, do dakun. me mendimin tu, dakun mirë. Daku është i mirë, Si? i shqyshëm, por i shpresoj që nuk e kapin emocionet shumë të mëdha, po të lozë në pjesën e dytë. Shiko, mendoj, masi kemi kjo dalë është e në drejtë, avantazh. kjo është e drejtë Mehmet, ajo që thoni ju sepse një staf teknik mendon edhe në aspektin Gjithë psikologjik. Ai është shumë emocional kurse Broja është i ftohtë. Ne pam dhe në Angli që sa u fut Broja i dha iniciativë skuadrës. Është lojtar që ne do të na japi, do të marri shumë e përsi territoriale kundërshtari dhe do të hapen hapësirat për kundërsulme dhe ne na duhen lojtarë të shpejtë dhe triblus. Siç është Hasani, siç mund të jetë Muçi dhe Siç është Hoxha, se i jep thellësi skuadrës, më vetëm dhe vija fundore. Dhe është shumë agresiv. Ti pa shkull në sulm me këtë shkash shpinës. U kam idenë që qoftë Hoxhën, qoftë Brojën, ai do t'i përdori si armë, me fjalë nuk do ta filloj nga minuta e parë. Seriozisht e ke? Kam ide. Pas ka ik fare kë. S'ka problem. Ai pa. Si ka mundësi? Po që se bën kështu se është më mirë nga mend. Silvia që pas ka rrit marimit shumë. të këtij kompeticionit që Silvio ka ik. Ka futbollist që Unë mos gjykoj. ka futbollist që në një ndeshje futbolli se ti ke eksperiencë, nuk është se vjen nga, ti vjen nga sporti cilësor. Ka futbollist që vetëm thjesht duhet të rinë fushë se kanë ndikim absolut E di si është kjo? te lojtarët tu. Domethënë, qenia e Brojës përveç se fut në panik kundërshtarin për shkak karakteristikave fizike që ka. Në vend të ri një lojtar me ta do rrin 2.
do i shofin Kanë hapësira. frek Do me të bëjmë faule. Do të thotë nuk e le që të shkoj ekipi shumë para, ekipin sërb, se ka shpejtësi. di- Dhe nga shpejtësia njeriu është i detyruar të ruhet Dhe 90 minuta. Antford Martinit, 1+1. Ky mund mos shkoj asnjëherë në sulm, po frika atyre do jetë Është deri vërtet, minutën 90. Po të fusësh një lojtar që nuk ka shpejtësi, E lexon më në kollaj dhe sekondë ka e parë ai hedh njerëzit në sulm. Në lojë, në leximin e lojës, ka një problem shumë thelbësor. Kush krijon panik duhet jetë në fushë, kush Ilir. jep thellësi skuadrës duhet jetë fushë. Ne duhet marrim 3 pikë. Nëse do luajmë për barazim, vëm rombin e profesorit 3 këmbë. Mirë, ata janë pragmatik, ata janë duhet me Edhe 4 këmbë. O Ilir, frika më e madhe e moderatorëve ja reklama. Nuk ka mundësi ta ligë. Po flet gabim tani se Robi është për fitu ndeshjen. Po mirë, Po jo, nuk e di unë tani le të flasi gabim, punë ti le të flasi, tash gabim le të flasi. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi tani. Si që Robi më për barazim thot tani. Unë kuptoj tani fitu ndeshjen. A jep sistemi që Po pse Rombi çka ka? Se kanë serbët Rombin? Po jo më dha Robi për fitu Kujt do ndeshjen. thyet atje që do fitoj njëra? Do Do fitoj të 3 sulmus aty. Okej, nuk mundem më duhet shkojmë, duhet shkojmë. E di ta njëri serbisma. Po që thua që Robi është për të dalë barazim. Po si Rombi, si Katrori, si Po jo, drejtënçi. çfarë Po s'pa të cilësi individuale lojtarit çoja atë Rombin, mu atje ku duhet. Okej, atje ku duhet të shkojmë te reklamat atë, në rregull, hajde, eci me.